Policia e shtetit në bashkëpunim me krimin ekonomik dhe policinë bashkiake ndërmorën këtë diel në Vlorë një aksion për lirimin e hapësirave publike, kryesisht nga parkimet pa leje. Aksioni u përqendrua në zonën tek ish Akademia e Marinës. Paraditjen e kësaj të diele, strukturat e policisë së qarkut Vlorës, mes tyre edhe drejtoria e krimit ekonomik, zbarkuan në këtë parkim, i cili është edhe ndër më të mëdhenj të zonën e Lungomares, e që ofron këtë shërbim për drejtuesit automjeteve. Aksioni në kuadër dhe të disa denoncimeve bëjnë me dije burime pranë policisë së qarkut Vlorës për televizionin 6+ Vlora. Policia ka kontrolluar dhe dokumentacionin e zhvillimit të aktivitetit nga ky subjekt privat. Ka rezultuar se biznesi që e ka marrë në përdorim me një kontratë sezonale këtë territor shtetëror, por nuk ka marrë ende lejen e zhvillimit të këtij aktiviteti. Gjithsesi, policia gjatë kësaj të diele ka për të mundur largimin e të gjitha automjeteve nga ky territor. Për automjetet që nuk kanë patur prezent pronarët, është përdorur karo atresi për heqjen atyre. Burimet konfirmojnë për televizionin 6+ Vlora se subjekti do të pajiset me leje e më pas do të rinisë aktivitetin e tij. Derisa të marrë lejen përkatëse, parkimi do të qëndrojë mbyllur. Vlora në fakt në këtë periudhë të sezonit turistik që të mbushet nga automjetet ka nevojë për sa më shumë parkime. E pikërisht për të zgjidhur këtë çështje, por me qëllim edhe të një mirë administrimi të këtij aktiviteti, bashkia ka ndërmarrë disa nisma për të dhënë me sipërmarrje provizorisht disa territore publike për të përdorur si parkime, sikundër është edhe shesh i madh në zonën tek ish Akademia e Marinës. Aksioni është në kuadër edhe të kontrolleve në territore të tjera të qytetit, në kuadër të zbatimit të ligjshmërisë dhe të lirimit të hapësirave publike që janë zaptuar e që po përdoren për qëllime fitimi.